jo vetëm ky libër, po kryeministri Rama i ka provat sheshe. Të mos harrojmë, kemi miliarda euro të fondeve shqiptare të glabëruara. Me qënë se s'pas ka prova prokuroria e posaçme apo Klodian Brao, para disa kohësh kur u godit ky grupi i madh kriminal me në krye zotin Sheu e të tjerë, deklaroi se 60% të ndërtimeve në Shqipëri i ka marrë ky grup kriminal. Pra, në këto momente, kush i ka dhënë lejet, pyeti gjë Brao se kush i ka dhënë lejet e ndërtimit për këtë grup kriminal? Po kryeministri ka dhënë. Ja pra provat dalin. A pyeti zoti Brao se kush ka qenë në Aruba, pse nuk e ka arrestuar personat dhe pse ka bërë publik personat e qeverisë që kanë qenë në Aruba. Por në vendimarrjen e prokurorisë apo edhe të gjykatës është shkruar një fjali që në Aruba ka marrë pjesë dhe antar të qeverisë. Atëherë kush janë këta? Pse nuk janë përpara përgjegjësisë? Çfarë kanë diskutuar? Pse qeveria shqiptare është bërë palë me krimin? Pse nuk i ka dhënë përgjigje Brao? Unë mendoj që nuk duhet të jepen deklarata politike që nëse ka prova. Ka provë të madhe se qeveria shqiptare të shkojë të ulet këmbkryq në Aruba, palë me krimin, të marrin masa të financohen vlerat monetare në Shqipëri. Ne dim shumë mirë që ka qytetarë që nuk blen dot një banesë. Mund të punojnë një jetë të tërë dhe nuk i mjafton për të likuiduar një banesë. Ndërkohë, tregu shqiptar i është dhënë 60% të tij një grupi të strukturuar kriminal dhe krimit të organizuar. Dhe këtë e ka bërë vetëm kryeministri. Dhe në qoftë se ne do të shikojmë aferat, ne u arrestua Vangjush Dako vetëm për një leje. A është kontrolluar në një leje ndërtimi nga prokuroria e posaçme, sepse është ai autori kryesor, kryeministri që ka dhënë gjithë to leje. A ka pasur ndonjë referim nga kryeministria apo nga ZT-ja në lidhje me ndërtimet pa leje apo ndërtimet që janë bërë me lek të grupeve kriminale? Jo. Po a ka mundësi kryeministria apo AZT-ja që ti kontrollojë dhe ti fusi në filtra këto para që futen në Shqipëri? Padyshim që po, sepse ka hetim tatimor, ka drejtorinë tatimesh, ka njëkohësisht ka krimin ekonomik, policinë e shtetit, ka një sër strukturash, drejtorinë e pasimeve parave. Ku janë këto? A ka pas ndonjë referim? Jo. Po si mund të dali një prokurori e posaçme dhe të thojë që po pati prova, po këto janë provat pra. Mos veprimi në vetvete i kryeministrit është provë. Është provë. Dhe aq më tepër veprimet aktive që na shkojnë dhe ulen në Aruba. Diskutohet për si do të coptojmë Shqipërinë. Edhe me kë diskuton? Me krimin. Dhe kjo është e rëndë. Edhe dali pastaj bëhet deklarata duke u marrë me qytetarët. Po s'është kjo zgjidhja, s'është e keqja një qytetar. Nuk është e keqja kjo është pra. E keqja është që spaku duhet të hetoj kryeministrin. Se vetëm atëherë do themi ne që misioni i kësaj prokurorie u përmbush. Se nuk është e thjeshtë të shkosh po pati prova. Ç'është kjo? Po pse ne do gjejmë prova? Ti merr indicje pra, merr indicje si prokurori dhe vazhdo hetimet. Provën e krijon prokurori dhe e gjykon gjykata. Ç'është kjo? Po pati prova të gjithë barabartë. Ç'a ka bërë kjo prokurorie e posaçme 10 vjet? Që kemi miliarda euro grabitje që po nga ata janë dokumentuar. Kush i ka firmos të pam, se doli kryeministri tha, unë incenatorët ta e firmosa. Pse nuk është marrë, pse nuk është pyetur, s'kemi incenatorin e Tiranës, ku është? Pra, kush është përgjegjës për këto? Kemi 400 milion euro që nuk dihet ku janë. E kryeministri jon na del edhe na diskuton se si do glabërojë Shqipërinë me grupet kriminale. Pra, me shoh shumë problem këtë deklaratën e Brao sot.